Është i vetmi moment kur mund ta gjesh bosh dhe pa turist, një prej shesheve më të famshme të Firences, një prej shesheve më të famshëm të Italisë dhe të gjithë botës, Piazza della Signoria, një shesh i ndërtuar 725 vjet më parë, rreth vitit 1299, 725 vjet më parë, me Palazzo Vecchio, i cili ende sot shërben si pjesë e rëndësishme pra e bashkisë së qytetit, me Loggia Lonzi në këtë drejtim dhe me disa prej veprave të artit më të rëndësishme të globit. Palazzo Vecchio vazhdon të jetë funksional, ndërkohë këtu ndodhet kopja e veprës së Michelangelo, Davidi i famshëm i Michelangelos. Origjinale ndodhet në Uffizi, por kjo është një kopje me përmasat reale, shumë veta e ngatrojnë, por është vendosur aty ku eksaktësisht Michelangelo i kishte vendosur veprën e tij, hyrja e Palazzo Vecchios, me skulpturën e famshme të Herkulit, me dërvanin e Neptunit dhe me një prej skulpturave më të famshme të Mesietës, ajo e Perseu të Qelinit, është një prej skulpturave të jashtëzakonshme që ka pasur bota për po e quaj rilindja. Ky shesh këtu, shesh 750 vjeçar, është një prej shesheve më të vizituar të botës dhe është i vetmi moment kur ti mund ta shohësh bosh, vetëm në orën 2:30 të mëngjesit, nga Piazza della Signoria, Firenze.